kësaj e çuditshme në këtë lojë që ka bërë në Big Brother, se e kanë cilësuar si manjake, përndjekse, histerike. Besoj që në këtë ujëra e kanë sjellë edhe Olsin, por padyshim ai ka ardhur edhe për qëllimin e tij aty. Përbes produksioni e qunë në ndetën pushem, do me thonë Eglin, hangërpinin shpe flajti, u këthy apet, nuk di trajtim tjetër që ashto, e dhone nëse kom që si trajtim e dhone isha fut në Big Brother. Falë, po edhe në edicionin e dytë, Elfi Dhedes shkoj 2 muaj me pushime, u rikthye dhe shkoj në finale. E njëjta kjo histori, do me thonë e këtën e personaliteteve, që veç po i shuhim kështo 3 ditë në shpe, ma ndej dalin jashtë. A marrin informacione? Për qëta që kërën, po që shtë marrin? Do me thonë nuk ka kështu kërfar kufizimin në shtëpi? Merë informacione së duke? Kjo ka dalë, do me thonë, ma ndej mas 9 ditë, hajdë e peqesim vot, apo këthejet, ajo 9 ditë shka pusha. Shpek që rikrejt lojmet edhe bëne strategjin. Rap, e njëta që shmat ndodhë që ta dhe redi me Efin, atëherë e njëta tash. Mund të shtoj diçka? Sa dush? Për Eglin, e çfarë nuk më pëlqeu që mbrëm pas prajmit, le të themi Gjesti ishte i ngarkuar, ajo filloi sërish me këtë idenë, po të lidhemi, çfarë do kemi ne jashtë, dua të them me ty. Për mua më mirë të qëndroj stoike, ftohtë, se sa në këto 4 ditë, deri ku të vi e shtuna ku do të shpaden dhe 2 finalistët e tjerë, të bëj këto lojrash, pasi besoj që edhe në syrin e publikut do më dohet më shumë më mirë të ri ajo Egli që u fut në herën e dytë, më e ftohtë se sa të bëj, le të themi, këtë lloj presioni për ta ngarkuar edhe më shumë Gjestin, i cili ka dhe hallin e tij, pasi po e shikon që nuk po bëhet një lojë fair, ai dje Egli i thaj që Lahirti dhe vllai i madh janë kështu bashkë. Nuk e di se sa do t'i ndikoj, le të themi, apo do të bëj ndonjë gabim Gjesti në këto 4 ditë. Shpresoj se jo, se ka 160 ca ditë që po qëndron në Big Brother dhe do t'ishte një humbje e madhe nëse do të gabonte qoftë edhe në pak orë para se të prekte finalet. Madje Arbrin, nëse ja dha një mesazh, nëse veç e ka kuptuar, i tha që Egli është mundu me të mashtruar, me të fut prap në kthetra për me vazhdu lojën e saj, me të përdor, po që nuk e di nëse e ka kuptu Gjesti, se aja tha paka shumë si tërthorazi. Tjetër që ke interesant për Eglin, kjo takimi me Olsin, po them, ke shumë i ftohtë, i planifikum edhe i ditun, se me një moment unë e ketën kohën. Ja këtë najtë me një rikun, tash edhe të të ja ka qëllu, dje ka thonë burimet e sigurta. Mirë, po, ke shumë i planifikum sikur me ditë, edhe me një moment i rshiti një fjallë që e ka ditë që ko me ardha, dhe më thonë nuk ka qenë ashtu ajo surpriza e ftohtë që kjo që u shtangë njëherë në fillim, edhe mundu me paraqitat aktrimin që aty pak i rshiti. Jemi në fund, Lorek, një opinion të fundit. One, nuk kam diçka opinion, më kam vetë prej kur ka ardhë në ona e Lahirtit, që ajo Sagapao, portokalli.